atëherë kjo duhet vërtetohet dhe mbetet për të mos u paragjykuar, por duhet vërtetuar nga institucionet hetimore dhe institucionet e ndjekjes deri te gjykata. Një fenomen që është dëshmuar si jo shumë efektiv, që kaq vite që është parapar që të gjykohen mbi 5 vepra penale për zgjedhjen në kod penal, e që dikun 2000 raste janë proceduar sipas dhënave deri tanishme, valide, dhe vetëm 21-22 raste janë gjykuar shkelësit e vërtetuar në procedurë gjyqësore me themi dënime gjobash ose me dënime kusht, ose edhe ndonjëherë me dënim efektiv, por me shumë nivele të ulta, tregon që këtij fenomeni i është lënë dorë hapur që të zgjerohet dhe kësaj radhe si duket është më zgjeruar. Prandaj përgjegjësia pavarësisht është e subjekteve politike, pastaj është e KQZ-s dhe natyrisht e njerëzve të cilët tash për tash dyshohen se edhe pretendohet nga organet e ndjekjes dhe ato të hetimeve se janë të dyshuar ose kanë bërë abuzim me votën e qytetarit.